deklarohemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës. Një deklaratë thjesht në formë, por e ngarkuar me peshën e një procesi që prej vitesh zhvillohet në Hag. Vendimi ndaj Hashim Thaqit dhe të bashkëpandehurve të tij, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, është në fazën përfundimtare të pritjes. I can't say. There are 3 scenarios. Dhe cili do që të materializohet shkon përtej 4 emrave që janë në qendër të tij. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Për vite me radhë, lufta e Kosovës është rrëfyer përmes historisë, politikës dhe kujtesës kolektive. Së shpejti asaj do t'i shtohet edhe një kapitull gjyqësor. Dhomat e specializuara në Hag, të njohura si gjykata speciale, pritet të shpallin aktgjykimin për 4 ish udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që pretendohet se janë kryer gjatë dhe menjëherë pas luftës në Kosovë. Fillimisht trupi gjykues kishte afat deri më 19 maj për të shpallur vendimin, por duke u thirrur në kompleksitetin e rastit, ai vendosi të shtyjë këtë afat deri më 20 korrik 2026. Kjo datë po ashtu mund të mos jetë përfundimtare. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, dhomat e specializuara thanë se mund të ketë ende ndryshime në afatet e parashikuara. Gjyqtarët mund të vendosin për një shtyrje tjetër nëse ajo konsiderohet absolutisht e nevojshme. Sapo paneli të caktojë një datë për shpalljen e vendimit, ne do ta bëjmë të ditur. Thaqi dhe të bashkëpandehurit e tij, të gjithë figurat të larta të UÇK-s gjatë luftës së viteve 1998-1999, ndodhen në paraburgim në Hag që nga nëntori i vitit 2020, kur u bë publike akt akuza kundër tyre. Në atë dosje, ata përshkruhen si pjesë e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale që synonte marrjen dhe ushtrimin e kontrollit përmes friksimit, keqtrajtimit dhe largimit të kundërshtarëve. Sipas këtij akuzës, viktimat e tyre përfshinin serb, rom dhe shqiptar që nuk mbështesnin UÇK-n. Së paku 102 persona dyshohet se u vranë, ndërsa më shumë se 20 mbeten të zhdukur. Prokuroria pretendon gjithashtu se të akuzuarit, për shkak të pozitave të tyre drejtuese, mbajnë përgjegjësi edhe për krimet e kryera nga varësit e tyre. Sot, mbi 3 vjet pas nisjes së gjykimit, trupi i gjykues ka dëgjuar 10 dëshmitarë dhe ka shqyrtuar qindra prova të paraqitura nga prokuroria dhe mbrojtja. Në përfundim të procesit, prokuroria kërkoi dënim me nga 45 vjet burg për secilin prej 4 të akuzuarve. Zyra e prokurorit të specializuar ka kërkuar vendim dënimi për të 10 pikat e aktakuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 vjetësh, bazuar në kontributet individuale në krime. Të 4 i kanë mohuar akuzat. Thaqi, i cili gjatë viteve ka mbajtur postet e kryeministrit dhe presidentit të Kosovës, i ka cilësuar ato si krejtësisht të pavërteta, absurde dhe thellësisht fyese. Është e vërtet e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë dëshmitë të zyrtarëve të lartë të NATO-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren. Në mbështetje të mbrojtjes kanë dëshmuar disa prej figurave më të njohura të diplomacisë dhe sigurisë perëndimore të kohës së luftës. Përfshir ish zëdhënësin e Departamentit Amerikan të Shtetit James Rubin dhe ish komandantin e NATO-s për Evropën Wesley Clark. Ata kanë deklaruar se UÇK-ja nuk funksiononte si një strukturë centralizuar dhe se të akuzuarit kishin më pak ndikim dhe kontroll se sa pretendohet në akt akuz. Ky është një qëndrim që ndan edhe një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Kosovës, të cilët vazhdojnë të shohin Thaqin dhe bashkëluftëtarët e tij si figura të luftës çlirimtare. Në disa raste ata kanë protestuar kundër gjyqit duke konsideruar atë të padrejtë dhe të njëanshëm.
Për një pjesë të tyre, përfshirë edhe përfaqësues politik, përqendrimi i gjykatës vetëm tek krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s krijon perceptimin e barazimit të luftës së Kosovës me krimet e kryera nga Serbia, e cila ishte shteti agresor gjatë luftës së viteve 1998-99. Sy tani janë te gjyqtarët, cili do të jetë verdikti. Përgjigjja nuk është e njëjtë as mes juristëve dhe studiuesve që kanë ndjekur nga afër procesin. Disa presin aktgjykim lirues, të tjerë shmangin çdo parashikim, ndërsa ka edhe nga ata që shohin disa skenar të mundshëm. Për avokatin e licencuar në dhomat e specializuara, Arthan Qerkini, prokuroria nuk ka arritur të provojë dy shtyllat kryesore mbi të cilat mbështetet akt akuza: ekzistencën e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale dhe përgjegjësinë komanduese të akuzuarve. Për këtë arsye ai pret që të katërtit të shpallen të pafajshëm. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka qenë një ushtri vullnetare, nuk ka pas hierarki strikte, nga se të gjithë ata që kanë qenë pjesëtar të UÇK-s ju kanë bashkuar UÇK-s me vullnetin e tyre, nuk kanë qenë ushtar profesionist, nuk kanë nënshkruar kontrata të cilat ata i obligojnë që të qëndrojnë deri në fund të luftës. Ka pas shumë ushtarë që kanë filluar dhe nuk e kanë përfunduar luftën, edhe në një ushtri e cila funksionon në baza vullnetare dhe e cila udhëheqet nga persona që nuk kanë arsimim ushtarak, nuk mund të thuhet se mund të jap edhe një kontroll efektiv në terren, që është bazë për përcaktimin e ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Por jo të gjithë janë të gatshëm të nxjerrin përfundime për rezultatin. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Middlesex të Londrës, William Shabas, thotë se proceset të kësaj natyre shpesh vendosen nga detajet të caktuara të provave, të cilat nuk janë gjithmonë të dukshme për publikun. People who are judging them are not. Gjyqtarët që po e shqyrtojnë këtë rast nuk janë nga Kosova. Ata nuk janë të shkëputur nga realiteti politik i Kosovës, sepse ai është pjesë e çështjes që po gjykohet, por ata janë të pavarur dhe të paanshëm. Mendoj se shqetësimet apo ndjeshmëritë që mund të shkaktojë vendimi i tyre nuk ndikojnë në punën e tyre. Ata do të vendosin mbi bazën e fakteve dhe provave që kanë para vetes. Si hulumtuese prej vitesh e Tribunali të Hagës për ish Jugosllavin dhe vëzhguese afërt e procesit ndaj Thaçit dhe të tjerëve, Nevenka Tromp nuk e përjashton asnjë mundësi. Sipas saj ekzistojnë 3 skenar: shpallja pafajësisë për të katërtit, dënimi të katërtve ose një rezultat i përzier ku disa mund të dënohen e disa të lirohen. Pikërisht të tretin, ajo e sheh si më të mundshmen. Kjo gjykat do të duhet të ruaj një lloj ekuilibri mes pritjeve të palës serbe dhe asaj kosovare. Për këtë arsye, ka gjasa që disa të akuzuar të shpallen të pafajshëm dhe disa të dënohen. Mbetet të shihet nëse do të lirohet një apo do të dënohet një, apo ndonjë kombinim tjetër, por do të ketë kompromis. Vëmendja Trumpit nuk ndalet vetëm te rezultati. Ajo argumenton se gjatë zhvillimit të procesit ka pasur shqetësime serioze lidhur me standardet procedurale, përfshirë kohëzgjatjen e paraburgimit dhe mënyrën e zbatimit të prezumimit të pafajësisë. Ajo vren se kritikat të ngjashme janë ngritur edhe nga Këshilli i Avokatëve të Anglisë dhe Walesit. Raporti paraprak i këtij mekanizmi, i publikuar më 11 maj, ngriti shqetësime për kohëzgjatjen e paraburgimit, kufizimet në lirimin e përkohshëm, pranimin e provave dhe barazinë mes prokurorisë dhe mbrojtjes gjatë procesit gjyqësor. Se si do të ndikojnë këto kritika në perceptimin e aktgjykimit mbetet për tu parë, sepse për një pjesë të ekspertëve, verdikti është vetëm një pjesë e historisë. Pjesa tjetër fillon pasi ai të shpallet në mënyrën se si do të lexohet dhe interpretohet në Kosovë dhe më gjerë. Këtu e vendos fokusin edhe sociologu dhe profesori në Universitetin e Londrës, Eric Gordy. Sipas tij, një nga dobësitë më të mëdha të dhomave të specializuara ka qenë komunikimi me publikun. Në vend që qytetarëve t'u shpjegohej më shumë se procesi kishte të bënte me përgjegjësinë individuale,
Hapësira publike u mbush me interpretime politike, ku gjykimi u paraqit si një përballje mes palëve ndërluftuese dhe jo si proces penal ndaj individëve. Kush nuk do donte të arrinte drejtësi historike, por unë do doja që gjyqtarët të përqendroheshin më shumë te drejtësia juridike, ndërsa historianët dhe filozofët të merreshin me drejtësinë historike. Gordi nuk pret që aktgjykimi të sjellë një narrativ të përbashkët për luftën në Kosovë, përkundrazi. Interpretimet sipas tij do të vazhdojnë të ndryshojnë sepse ato ndërtohen mbi përvoja, kujtesë kolektive dhe këndvështrime të ndryshme politike e shoqërore. Për këtë arsye ai e sheh dialogun mes vetë shoqërive si rrugën më të besueshme për të përballur me të kaluarën. Duhet ta ndajmë historinë nga politika dhe të nxisim një dialog ku njerëzit në secilin shtet flasin edhe për përgjegjësitë e atyre që i kanë përfaqësuar. Ndarja njerëzve në heroj dhe armiq nuk i shërben askujt. Profesori Shabas është gjithashtu skeptik se një vendim gjyqësor mund të prodhojë pajtim. Duke ju referuar përvojës së Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavin, ai thotë se edhe pas 10 aktgjykimeve dhe më shumë se 2 dekada shpunë, ndikimi i tij në afrimin e shoqërive të rajonit mbetet i kufizuar. Sipas Shabasit, një skenar i ngjashëm mund përsëritet edhe pas vendimit të dhomave të specializuara. So if the judgment is against them, Nëse aktgjykimi është kundër tyre, do të ketë njerëz që nuk do ta pranojnë lehtë, thjesht për shkak të besnikërisë dhe bindjeve të tyre, jo për shkak të një vlerësimi të ftohtë e të paanshëm të ligjit. a cool, sober assessment of the law. Për Qerkinin, një aktgjykim dënues do të kishte peshë përtej përgjegjësisë individuale. Ai thotë se fakti që gjykata ka trajtuar vetëm krimet e pretenduara të UÇK-s ka ushqyer perceptimin e një drejtësie selektive, me pasoja të mundshme edhe për mënyrën se si do të perceptohet lufta e Kosovës. Po mund të ndikojë negativisht në perceptimin për UÇK-n, nga se të akuzuar janë krerët e UÇK-s. Pra UÇK-ja nuk është përbërë nga armatimi dhe logjistika, po nga njerëzit. Dhe këta njerëz të akuzuar kanë qenë krerët e UÇK-s dhe domosdo mund të kriminalizohet edhe e gjithë ushtria qërimtare e Kosovës. Trump nga ana tjetër thotë se perceptimi për UÇK-n nuk është i vetmi në lojë. Ajo argumenton se një aktgjykim dënues mund të ndikojë edhe në mënyrën se si do të rrëfehet shtetësia e Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke i dhënë Serbisë dhe vendeve skeptike më shumë hapësirë për të sfiduar legjitimitetin moral të luftës së saj çlirimtare. Kjo sipas saj mund të vendosë Kosovën në një pozitë më të vështirë në betejë diplomatike për njohje, si dhe në raportet me partnerët ndërkombëtar. Shoqëria e Kosovës dëshiron të pranohet në kontekstin politik evropian. Ajo dëshiron të ecë përpara dhe të ndërtojë të ardhmën e saj, por ky proces rrezikon të mbajë të lidhur me të kaluarën dhe të vërë në dyshim qëllimet e mira dhe rezultatin që synon të arrijë kjo gjykatë. E themeluar nga Kuvendi i Kosovës, gjykata speciale është pjesë e sistemit gjyqësor të vendit, por vepron në Hagë me gjyqtar ndërkombëtar. Ajo u themelua pas raportit të ish senatorit zviceran Dick Marty të vitit 2010, i cili ngriti pretendime për krime të rënda të ish pjesëtarëve të UÇK-s, përfshirë trafikimin e organeve. Me që akuzat për këto të fundit nuk u vërtetuan dhe nuk janë pjesë e aktakuzës aktuale kundër Thaçit dhe të tjerëve, Qerkini thotë se Kosova është mashtruar. Me kaq të nderuar shikues, përfundon edhe ky edicion i ekspozes, një herë është i fundit për këtë sezon. Rikthehemi në shtator. Deri atëherë, për lajmet dhe zhvillimet më të fundit, na ndiqni në evropailir.org dhe në rrjetet tona sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë, mirupafshim.